Ukrainë dhe në gjatë asaj kohe është dhe se a do të ndikoj kjo negativisht në zhvillimin e Amerikës së sistemit ndërkombëtar, jo, sepse planifikimi i NATO-s është do të thotë detyrat janë nda. Scholz e ka këtë më të sigurt të qartë se fatin e leadershipit të NATO-s dhe përballës me Rusinë duhet ta marrin vetë evropianët dhe fokusi duhet të jetë brenda liderëve të evropianëve karshi Rusisë dhe jo karshi amerikanëve sepse nuk do t'i bëjnë nder vetë Evropës. Dhe kjo do të vijë me kohën, do të ketë reflektime. Tani vinë Ballkan. Çfarë po ndodh këtu dhe për të vazhduar atë që ju niset pak më lart? Po tani do të kisha thënë se ne kemi sigurisht Serbia ka pas retorike nacionaliste për gjatë gjithë thuaja historisë së saj. Dhe po në kohën e fundit edhe në Kosovë kemi has retorik të leadershipit tonë për masa të mëdha të nacionalizmit. Edhe do të thotë për një çast më shkput nga gjendjet emocionale dhe të rezonojmë se çfarë do të thotë nacionalizmi, do të kisha marrë një analogji në kohën e revolucionit francez, kur ajo ndodhi si pasojë e kërkesës së socialistëve dhe anarkistëve që populli të revanshohet do të thotë udhëheqjes së atashme, e furnizoi atë popullin me një ushqim retorik, e cila edhe pse kapitulloi regjimi i atashëm në kohën e revolucionit francez, njerëzit nuk ngopëshin tani më sepse ishte krijuar një identitet mbi karakteret e njerëzve me bazë të madhe të narcizmit. Dhe si mund do të faktojmë këtë gjë? Këtë mund ta faktojmë fare qartë sepse vetë socialistët dhe anarkistët kërkuan që nga populli tani gjithçka është në rregull, regjimi i atëshëm nuk ekziston, po krijohet një regjim i ri, po ka qenë më kot. Do thotë ka ajo procesi i vrasjeve brenda Francës ka ndodhur pa ndalim dhe si mundësi për ta ndaluar këtë socialistët dhe anarkistët morën Napoleon Bonaparten dhe e vendosën si perëndor, që ai premtoi që do ta ndaloj atë. Dhe pas një viti që ai provonte të ndalonte këtë masakër brenda Francës, dështoi. Pra njerëzit nuk prej karakterit narcist ishin në kërkim të diçkafit që të panjohur, e cila ishte motiv për kënaqësinë e egove të tyre të shohin do të thotë dëmtimin të tjetrit. Jemi të fol për nacionalizmin. Dhe çfarë bën pas një viti mblidhen socialistët, anarkistët dhe marrin përgjendjen. Napoleoni ka dështuar pas një viti. Dhe Napoleoni pastaj e shef qartë se çfarë mund të bëj nga ajo rrethon, do thotë nëse më jepni edhe një vit shans, tani e di 100% se si kjo do të përfundoj. Dhe ata i japën edhe një vit shans dhe ajo përfundoi me pushtimin nga Franca deri në Moskë. Do të thotë filloi retorikën aty ku e kishin lënë socialistët dhe anarkistët, duke thënë se ne jemi populli francez është popull aq i madh i cili revolucioni francez ka mujt t'i ndodh vetëm këtij populli sepse ky popull është aq i madh, ndërsa popujt tjerë janë subhuman, janë popull më të vëzhgjël se ne dhe ne duhet t'i ndihmojmë ata që revolucionet t'i ndodh atyre. Dhe kjo do të thotë nacionalizmi ka bazë të madhe të egos të narcizmit, kur njerëzit e shohin tjetrin më të ulët se vetën, duke marrë kënaqësi mbi të keqen që ja zhvillojnë tjetrit. Dhe çka ka ndodhur, domethënë në Serbi, ky nacionalizëm ka zgjatë deri diku, por tani ky nacionalizëm është kthyer kundër vendit të tyre, sepse nuk kanë më kënd ta atakojnë. Dhe problemi që ndron këtu se Napoleoni ka pas ku të shkoj këtë atakoj,
po ashtu edhe ne në Kosovë e kemi me një retorik të vazhdueshme të nacionalizmit, kemi krijuar identitet të karakterëve të njerëzve me një narcizëm të lartë, të cilët kanë filluar të ndjejnë kënaqësi mbi zhvillimet negative që mund të ndodhin tjetrit. Dhe kjo është shumë e mirë kur ka një plan për të pushtuar një vend, por është shumë e domshme kur nuk ekziston ai plan, sepse këto pakënaqësi pastaj do të kthehen në atë revolucionin të cilin ne e përmendëm për brenda vendit dhe përplasjes civile. Dhe kjo mendoj që koha e njerëzve që të dalin të flasin mbi gjendjen e njerëzve shqiptarëve tonë të Kosovës nga kjo rreti të cilën retorik e kemi por s'kemi arrit akoma deri në stazh në nivelin e shpërfaqjes së violencës në rrugë. Dhe kjo është problemi që njerëzit duhet të punojnë që ta parandalojnë një gjë të tillë, se po filloi pastaj është Ju keni përmendur edhe në biseda të tjera një skenar për luftë civile të mundshme. Po, prandaj mendoj se kjo do të thotë njerëzit të identifikohen tani me retorikën e nacionaliste, sidomos të liderit më suksesshëm të Kosovës, i cili padyshim është Albin Kurti, dhe njerëzit me 50% identifikohen tani me retorikën e tij. Edhe pse tani retorika, pas këtyre zgjedhjeve ka ndruar retorik, dhe me gjatë është i vetëdijshëm se nuk ka kapacitet të pushtoj vendet e tjera dhe kjo do të kthehet bumerang brenda Kosovës. Megjithatë njerëzit retorikën nuk do ta ndalojnë. Retorika do të vazhdojë të jetë e egër dhe me shumë gjasa deri te një violencë mes njerëzve civil. Po, furnizimet e ditëve të fundit, mbrojtjen pra ushtarake nga Turqia, nuk e di nga kishim duke thënë nga Gjermania, gjatë fushatës që tha Kurti, në pritje të raketave Javelin, pra kjo lëvizja që po vazhdon e fuqizimit. Po, këto sigurisht kanë peshën e vetë në aspektin e mbrojtjes, por krahasimisht diplomacisë jo. Do thotë ka peshë më shumë diplomatike, sepse në aspektin praktik ku ne si Kosovë ndjejmë rrezikun nga Serbia, me gjitha këto që i marrim jemi dukshëm larg kapaciteteve ushtarake të Serbisë. Do thotë ne po flasim më shumë për një do të thotë alatët tonë po na tregojnë që ne jemi këtu, po kjo nuk është e mjaftueshme. Ne dimë që ndjes se po ju ndërpres pavarësisht kësaj, ndoshta Kosova është vendi më i sigurt edhe nga vendet e tjera të NATO, se nëse shpërbëhet NATO, është vetë baza amerikane në Kosovë, që çdo që ndodh nuk besoj që Amerika do tërheqë bazat dhe trupat. Mund